Megjithatë, mes këtyre provave ka një mësim të fuqishëm. Ne mund të mos parashikojmë dot çdo katastrofë, por mund të fortifikohemi për të përballuar e për të rrimë këmbur. Të ndërtosh një rezistencë të tillë duhet një mendësi e ndryshme, proaktive. Në shumë vende ekzistojnë ende hendeshe domethënëse të mbulimit. Në rastin e Shqipërisë për shembull, pavarësisht përpjekjeve për një mbulim më të mirë, me sigurime ende shumë familje e biznese të vogla mbeten pa mbrojtjen e nevojshme. Dëmi i katastrofave të tilla si përmbytjet, zjarret e tërmetet mund të fshinë vite e pune të mundimshme, duke i lënë ata të pambrojtur të vuajnë më gjatë e të investojnë shumë më pak në të ardhmet e tyre. Rruga përpara është e qartë. Na duhet të zgjerojmë rrjetet tona të sigurisë për të përfshirë më shumë individ, sektor e lloje rreziqesh, e të sigurohemi që këto zgjidhje të jenë të mundshme për të marrë nga gjithkush. Po, natyrisht, aq sa është e qartë